dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Një ambulancë e re ju shtua shërbimit të ambulancave të Spitalit të Lushnjës. Pastor Dr. Erion Sylari dhe deputetja Lindita Buxhelli bën të mundur dhurimin e ambulancës nga një shoqat norvegjeze. Kisha ungjillore fjala e jetës me pastor Dr. Erion Sylari në vazhdimsi të ndihmave për Spitalin e Lushnjës në bashkëpunim me deputeten Lindita Buxhelli dhe mbështetur nga Fondacioni Fara Mirësie, bën të mundur dhurimin e një autoambulance për këtë spital nga një shoqat norvegjeze. Doja së pari të falenderoja çiftin norvegjez të kësaj shoqati të krishterë që bën të mundur pajisjen e Spitalit të Lushnjës me këtë autoambulancë bashkohore, jo vetëm jashtë, por dhe pajisjet brenda. Është një kërkesë e para rreth një vit e gjysmë që unë i bëra kësaj shoqate në bashkëpunim me mikeshën time, presidente e Fondacionit Fara Mirësie, Vera Molla, cilën gjerasim ta falenderoj. Ajo bëri të mundur bashkëpunimin dhe sjelljen nëpërmjet çiftit të huaj norvegjez në Spitalin e Lushnjës. Është një ndihmë e madhe, kuptohet që cilat do qofshin fondet në shëndetësi, asnjëherë nuk mjaftojnë kur bëhet fjala për jetën dhe shëndetin e njerëzve. Megjithatë, ne i falenderojmë pa mas, bashkëpunimi do të jetë i vazhdueshëm. Unë jam, edhe pse mos jem deputete e qytetit, unë jam qytetare e këtij qyteti dhe dua që qytetarët lushnjarë dhe më gjerë të marrin të gjithë ndihmën e nevojshme dhe në këtë rast ambulanca është një vlerë e shtuar e pajisjeve dhe e teknologjisë së këtij spitali. Me anë të mikut tim Aleksandr Molla në Laç dhe me iniciativën e deputetes Lindita Buxhelli, kemi arritur të sillim një ambulancë nga Norvegjia për të ndihmuar Spitalin e Lushnjës me sa të pak domethënë nevojat që ai ka. Kjo është vazhdim ndihmë që ne bëjmë si kisha ungjillore fjala e jetës në qytetin e Lushnjës dhe do vazhdojmë akoma domethënë për të ndihmuar këtë spital. Ambulanca ishte shumë e nevojshme për spitalin dhe do të merret me transportin e pacientëve ose me shërbimin e urgjencës, tha shefja e urgjencës. Së pari dua të falenderoj donatorët norvegjez që me ndërmjetësinë e Dr. Erion Sylarit na ofruan një ambulancë, një shërbim plus për urgjencën e Spitalit Lushnjë, për gjithë shërbimin e Spitalit Lushnjë. E kishim të nevojshme. Ambulanca është një ambulancë që do merret me transportin e pacientëve drejt qendrave terciare ose për shërbimin e urgjencës 127, do pajiset dhe me pajisjet e tjera mjekësore nga spitali ynë dhe do jetë në shërbim të gjithë komunitetit. Drejtori i spitalit Landi Ziu u shpreh se ishte nevojshme kjo ambulancë edhe pse spitali ka 7 ambulanca, 5 në gjendje pune por të konsumuara. Ai tha se kanë porositur një ambulancë të re që do të vinë vitin tjetër. Kemi në përdorim 7 ambulanca, nga të cilat 5 i kemi në gjendje pune, mjaftueshëm të konsumuara. Kemi një ambulancë të ardhur të 2020-s, të tjerat janë të 2010-s, 2005-s. Ky mjet pavarësisht se është i përdorur ndihmon funksionalitetin e shërbimit të urgjencës. Kemi nevojë dhe është porositur në ministri një porosia jonë që realizohet në 2026 për një ambulancë tjetër të re, që do të ambashkohet vitin tjetër. Çmime të paqëndrueshme dhe perime që nuk arrin të shiten brenda ditës është realiteti në tregun e shumicës së fruta perimeve. Fermerët prodhues pohojnë se konkurohen nga domatet e importuara nga Turqia dhe Greqia. Çmime të paqëndrueshme dhe perime që nuk arrin të shiten brenda ditës është panorama aktuale në tregun e shumicës së fruta perimeve në Lushnjë. Fermerët që ankohen për çmimet nën kosto dhe tregtarët që mundohen të blejnë lirë janë çdo ditë në konkurrencë mes tyre. Prodhuesit e domates, specave dhe të kastravecit pohojnë se pavarësisht cilësisë çmimi është nën kosto. Aktualisht 1 kilogram domate shitet me shumicë 60 deri 80 lek kilogrami, specat me 30 lek deri në 120 lek për kilogram, ndërsa kastraveci me 40 lek për kilogram. Të pakënaqur nga çmimet, fermerët prodhues pohojnë se konkurohen nga domatet e importuara nga Turqia dhe Greqia, të cilat shiten më lirë se prodhimi vendas. Trangulli shitër sot me 400 lek, me 305 lek, 400 lek, deri në shumë maksimum me trangulleri 500 lek. Tani nuk ja vlen për të kosta që shesim neve, se neve harxojmë shumë
harxojmë fuqi punëtore, harxojmë që hedhim këtyre serave të këti unë janë çik çmime të larta. Me ato dhe neve nuk na del kosto. Por ne të mundojmë, mbjetojmë. Vetëm për kaq e bëjmë. Me këtë çmim që ishte nuk na vlen. Domate sot, unë sot e kam lëmë 600 lek. Ose dije par dije ka qenë 800-900. Për 2 dita të vive 600 lek ose 500 lek. Nuk di çfarë bëhet. Është çmimi i leverditshëm për ty? Nuk është shumë i leverditshëm. Se kemi shumë shpenzime. Çdo gjë kemi shpenzime të mëdha. Kërkesa ka vinë ta pyesin dhe nuk marrin. Rrinë deri në fund, pastaj uni çmimin. Domati rrezë sot është shitur në 800 deri 600, ka ngele pa shitur. Ja unë kam pa shitur sot. Me këtë shpenzime që kanë këto, kosto nuk justifikojnë. Ka produktet e importit në këtë treg? Po, ka. Ka domate që vjen nga Turqia. To njohim. Ju konkurrojnë? Normale që po. Çmimet e perimeve të stinës sipas fermerëve ose janë nën kosto ose janë të barabarta me to. Për prodhuesin e rëndësishme është të arrijnë të shesin të gjithë produktin, në të kundërt malli hidhet në plera. Forcat Renea zhvilluan një aksion brenda një restoranti në Gjirin e Lalzit. Arrestohen 7 persona të shumë kërkuar. Operacioni me rrezikshmëri të lartë shoqërore i koduar Enigma u zhvillua sot brenda një restoranti në Gjirin e Lalzit dhe u në pranga 7 shtetas, 3 prej tyre të kërkuar dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Mes personave të arrestuar është edhe Xhevdet Plaku, i njohur si Akili, i cili po darkonte së bashku me 6 personat e tjerë. Gjatë operacionit u sekuestruan 4 armë zjarri pistoleta, 3 prej tyre me fishek në fole gati për shitje, shumë parash dhe sende që do t'i shërbejnë hetimit. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, drejtues Wilson Bala, në një konferencë për shtyp, tregoi detajet e operacionit policor të koduar Enigma. Ditën e djeshme, strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës kanë siguruar informacione në rrugë operative se disa shtetas në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore ishin në ambientet e një restoranti në Gjirin e Lalzit, ku dyshoi se shumica prej tyre ishin dhe të armatosur. Bazuar në këto informacione, në analizën e riskut, lindi nevoja për përfshirjen në operacion të Drejtorisë Forcë Posaçme Operacionale. Në kuadër të operacionit, me masa të larta sigurie, shërbimet policore ndërhyjnë në mënyrë të befasishme në ambientet e restorantit ku ndodheshin personat. Nga verifikimet paraprake rezultoi se te tavolinë ishin ulur 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 të kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe konkretisht. Xhevdet Plaku, rreth 45 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga zyra qendrore kombëtare Interpol Romës, pasi gjykata e Breshës, Itali, ka lëshuar ndaj tij urdhër arrestin për kryen e veprës penale trafikimi narkotikëve. Flobenc Meqja, alias Gega, alias Drini, 43 vjeç, banues në Shkodër, i shpallur në kërkim nga SPAK, pasi gjykata e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, në muajin korrikt vitit 2024 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në Burg për kryen e veprave penale, organizat kriminale, kryer e veprës penale nga grupi strukturuar kriminal, sigurimi i kushteve i mjeteve për të kryer vrasje. Voltan Xhani, 39 vjeç, lindur në Përmet, rezident në Holland, person i cili në muajin shtator vitit 2024 ndaj tij gjykata e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest në Burg, si i dyshuar për kryen e veprave penale, trafikimi mjeteve motorrike, kryen bashkëpunim, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje në funksion të hetime për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të vrasjes me armë zjarri të shtetasit ER, ngjarje ndodhur në qytetin e Shkodrës. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shuma, parash, euro dhe sende të tjera të cilat shërbejnë për dokumentimin e aktivitetit kriminal të këtyre shtetasve. Hapet grup kapitulli i 3 i negociatave me Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama shkrua në rrjetet sociale: rruga drejt Shqipërisë 2030 vazhdon pa ndalim. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka reaguar pas hapjes së grup kapitullit të 3 të negociatave me Bashkimin Evropian. Rruga drejt Shqipërisë 2030 vazhdon pa limit, shkroi Rama.
A i thot se deri tani janë hapur negociatat për 24 kapituj në vetëm 8 muaj dhe mbeten vetëm 11 të tjerë për të hapur. Ky ritëm është teje i lartë sipas kryeministrit, gjë e cila tregon përparimin e Shqipërisë dhe mbështetjen e BE-s për të arritur objektivin për mbylljen e negociatave në vitin 2027. Marta Kos, komisionerja evropiane për zgjerim, gjithashtu ka uruar Shqipërinë për hapjen e grup kapitullit të tretë që përbëhet nga konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Kjo do të thotë një ekonomi më e fortë shqiptare në dobi të qytetarëve tuaj dhe një hap tjetër më afër Bashkimit Evropian. Zgjerimi në BE ka të bëjë me përparimin ditë pas dite, shkruan ajo në X. Grup kapitulli i tretë përfshin arsimin, digitalizimin, punësimin, politikën ekonomike, tatimet dhe inovacionin. Më 14 tetor 2024, Shqipëria hapi grup kapitullin e parë, themelore dedikuar funksionimit demokratik të vendit dhe çështjeve të drejtësisë. Grup kapitulli 6, marrëdhëniet me jashtë, u hap më 17 dhjetor 2024, ku theksi vendoset në marrëdhëniet e jashtme të vendit, përfshi ato të sigurisë dhe mbrojtjes. Ndërsa grup kapitulli 2, tregu i brendshëm, u hap më 14 prill 2025 dhe përfshin lëvizjen e lirë të mallrave, lëvizjen e lirë të punëtorëve, lirinë e lëvizjes së kapitaleve, përfshin mbrojtjen e konsumatorit dhe e shëndetit. Presidenti turk Erdogan ka deklaruar se nuk do të kandidojë më për president. Ky është mandati i tij i fundit. Nuk do të kandidoj më për president, ka deklaruar presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Nuk kam asnjë qëllim të kandidoj sërish. Qëllimi ynë i vetëm është të rrisim reputacionin e vendit tonë. Turqia po ndryshon, bota po ndryshon. A mendoni se në një botë kaq dinamike mund të ecim përpara me një kushtetutë të krijuar në kohën e grushtetit që ende mban erën e mentalitetit të fuqistëve? Turqia nuk mund të ecë më me një kushtetutë të tillë. Na duhet një kushtetutë e propozuar nga civilët, jo nga fuqistët, ka deklaruar Erdogan sipas agjencisë shtetërore Anadolu. 71 vjeçari që mban postin e presidentit prej vitit 2014, prej kohësh ka qenë mbështetës i hartimit të një kushtetute të re, për të cilën thotë se do të jetë më demokratike, më civile dhe në përputhje me nevojat bashkëkohore të shoqërisë. Kushtetuta aktuale e Turqisë u miratua në vitin 1982 pas grushtit të shtetit ushtarak të vitit 1980 dhe megjithëse është ndryshuar disa herë, kritikët thonë se ajo ende përmban element të një sistemi autoritar. Megjithatë, opozita turke shpesh shpreh dyshime mbi qëllimin e Erdoganit, duke pretenduar se reformat e tij synojnë forcimin e pushtetit personal dhe dobësimin e institucioneve të pavarura. Sidoqoftë, deklarata për tërheqjen e tij nga gara presidenciale mund të hapë një dinamik të re politike në vend, veçanërisht në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare të vitit 2028. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.